Tronditse dyshoi se kishte tradhtuar gruaja i pret organin gjenital bashkëshortit dhe ja hedh në tualet. Një ngjarje e tmerrshme ka tronditur Korenë e Jugut, ku një grua ka dyshuar për tradhti dhe ka sulmuar bashkëshortin e saj, duke i prerë organin gjenital dhe duke hedhur atë në tualet në një akt dhune të përshkallëzuar nga xhelozia. Ngjarja ka ndodhur në gusht të vitit 2024, kur gruaja 58 vjeç ka sulmuar bashkëshortin e saj 50 vjeçar, i cili kishte qenë duke pirë alkool dhe ishte gjetur duke fjetur në një kafe. Ajo përdori një mjet të mpret për t'i prerë organin gjenital të tij dhe më pas e hodhi atë në tualet, duke i shkatëruar mundësinë e ribashkimit kirurgjik, sipas dëshmime të paraqitura në gjykat. Pas sulmit të tmerrshëm, burri u transferua me urgjent në spital, ku i nënshtrua një operacioni që i shpëtoi jetën. Sidoqoftë, ai ka pasur dëmtime të qëndrueshme fizike dhe psikologjike. Megjithatë, ai ka arritur një marrëveshje me gruan dhe ka kërkuar nga gjykata një dënim më të butë për të, duke u shprehur se kupton gjendjen emocionale të saj dhe i kërkon një vendim të butë. Për këtë akt brutal, gruaja u dënua me 7 vite burg. Sipas hetimeve, sulmi ishte planifikuar nga gruaja pas dyshimeve për tradhti dhe ajo kishte kërkuar ndihmën e vajzës së saj për të spionuar bashkëshortin, duke përdorur një hetues privat për të ndjekur lëvizjet e tij me GPS.